këto kohë ka patur debat të fortë, të ashpër, për procesin më themelor, procesin e integrimit. Edhe këtu, arritjet tona janë të mëdha. Lobimi korruptiv ndërkombëtar dhe kombëtar bëri që të paraqesë Edi Ramën dhe Shqipërinë si yllin e integrimit. Ju kujtohet, jemi së bashku prej 3 vitesh. Kemi deklaruar para shqiptarëve dhe botës se Shqipëria ka një pozicion gjeopolitik i jashtëzakonisht rëndësishëm në rajon. Dhe se përveç kriterit gjeopolitik, me regjimin e Edi Ramës nuk plotëson absolutisht asnjë kriter tjetër, asnjë standard tjetër për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Por, ne mbështesim integrimin. E mbështesim integrimin dhe pse ta dini? Se mund thoni, pse mbështesni? Jo, gjeopolitika është forcë natyrale. Ne nuk duhem kur që ky vend të përfundojë në hapësira tjera. Ne duhem që ky vend të mbetet përjetësisht në hapësirën perëndimore, në hapësirën europiane. Ndaj dhe ne duke përmbajtur të vërtetës, kemi deklaruar se përveç kriterit gjeopolitik s'plotëson asnjë kriter, por ne mbështesim integrimin e Shqipërisë.